Olsi, ka pasur disa video që janë publikuar në media shqiptare ku shihen gra të veshura me shami që dyshohet se u afrohen fëmijëve në Shqipëri dhe nuk kuptohet enda arsyeja ose motivi i këtij afrimiteti. Kemi ndonjë të dhënë lidhur me po themi se çfarë po ndodh realisht? Video që unë kam parë në për rrjetet sociale tregon që ajo femra që ka dalë, domethënë që kërkon që të dëgjon se çfarë do të bëjë me fëmijët. Ata janë mujahedin, janë mujahedinët që Shqipëria strehon që nga viti 2016 dhe që rrinë në kampin e Manzës. Në video ne po shohim një nga komandantet e mujahedinëve, se duhet dim që mujahedinët kur lëvizin në Shqipëri, lëvizin në mënyrë paraushtarake. Ata domethënë nuk janë si neve. Domethënë kur të shikoni në për Shqipëri mujahedin, do shikoni gjithmonë 3 veta edhe më shumë. Pse 3 veta? Nga që për shembull jemi ne të tre, jam unë, ti dhe dikush tjetër, jemi mujahedin, dhe unë për shembull kam një hall, dua të ikim në spital. Mujahedinët nga që kanë frikë nga defektimi, domethënë nga arratisja e antarëve të tyre, nga që në të kaluarën janë arratisur shumë antarë nga kampi, sa herë që kanë ndonjë nevojë do dalin patjetër 3 veta. Dhe këta 3 veta që do dalin, njëri është komandant, i cili jep urdhrat, një tjetër është informatori apo spiuni i cili mban shënime, dhe personi i tretë është personi që ka nevojë, se për shembull mund të jetë unë për shembull që jam i smur, dua të ikim doktor. Kështu është mënyra se si operojnë mujahedinët. Mujahedinët zakonisht kur dalin nëpër Tiranë, dalin me furgona, kanë disa furgona që i kanë regjistruar, po më duket i kanë regjistruar me emra shqiptarësh, targat e furgonave, dhe kur ata dalin nëpër Tiranë dhe Durrës, dalin me misione ose shëndetësore ose me misione rekrutimi. Mujahedinët që prej kur kanë ardhur në Shqipëri, kanë arritur që të rekrutojnë shumë politikanë shqiptar, gazetar, policisë antiterrorit, spionat shikut, media. Për shembull në vitin 2018, kur ishte nami atëherë kundër mujahedinëve, nga që në atë kohë një familje kanadeze kishte ardhur në Shqipëri dhe donte që të shpëtonte vajzën e tyre nga kampi i Mekut. Në atë kohë Meku ka paguar lek të madh nëpër media, në mënyrë që mediat mos ta kritikonin Mekun. Janë paguar media kanaleve të mëdha televizive, se nuk dua që t'i përmend me emra, po thjesht dikush mund shohë për shembull raportimet që bënin, po e zëm gazeta Shqiptarja, apo Klani, apo Top Channeli në 2018 dhe raportimet që bëjnë sot. Raportimet negative për Mekun kanë rënë shumë, raportimet negative për Iranin janë ngritur shumë, dhe kjo vjen si pasojë e pagesave që bën Meku. Që qëllimi i mujahedinëve në Shqipëri është që të manipuloj opinionin publik shqiptar, ta kthejnë atë kundër Iranit, pro-Izraelit dhe kundër Palestinës. Tani nga viti që kemi parë neve, ka 2 mundësi. Njëra që aludohet që ato ndoshta janë munduar të rrëmbej fëmijë, që unë nuk besoj që është, por tjetra është rekrutimi i fëmijëve. Nga që mujahedinët, sidomos në për fshatrat për rreth Manzës, kanë arritur që të rekrutojnë shumë fshatar, por edhe fëmijë të vegjël që të mbështesin kauzën e tyre. Kur deri në vitin 2022, nëse s'jam gabim, kur Rama i kishte dhënë leje Mekut që të bënin çfarë të donin, ata e mbushnin kampin e tyre në Manës me gazetar, me politikan, me fshatar, njerëzit paguheshin që shkonin aty, shkonin në kampin e tyre dhe bërhoristin kundër Iranit dhe kundër Islamit. Kemi patur njerëz që nga Panteli Majko, Fatmir Mediu, Grida Duma, Edmond Spaho, edhe Ilir Meta ka shkuar aty zaten,
të cilët shkonin në kampin e Mekut dhe kur shkonin në kampin e Mekut, në shkëmbim ose të favoreve politike, ose të paras, ose të kërcënimit, deklaroheshin kundër Iranit dhe Islamit. Video që po qarkullon nëpër media tregon që aktiviteti rekrutues i mujahidinëve ka nisur përsëri. Unë nuk dyshoj që mujahidinët do të guxonin që të rrëmbenin ndonjë fëmijë shqiptar, po ndoshta ajo ka qenë pjesë e përpjekjes së tyre për të rekrutuar fëmijë të vegjël, ata rekrutojnë njerëz, japin para, që të mbështesin aktivitetet e tyre, protesta kundër Iranit, pro-Izraelit, kundër Islamit, etj. Dhe mujahidinët tani që ka nisur lufta kundër Iranit, nëse keni parë nëpër shumë media në Shqipëri, ka patur shumë persona që kanë shkuar nëpër kanalet mediave duke sharë Iranin dhe duke bërë edhe shpifje për Iranin, dhe shumë nga këta persona janë njerëz që paguhen nga mujahidinët. Mujahidinët kanë ndërtuar agjenturën e tyre në Shqipëri dhe kështu është se si ata operojnë për të manipuluar opinionin publik shqiptar. Por kjo video e fundit i ka trembur mujahidinët, dhe nëse do shikoni me vëmendje, shumë nga këta që njihen si gazetar të shikut apo antiterrorit, kanë filluar dalin nëpër media dhe luajnë apologjetin e Mekut, thonë po jo këta janë njerëz të mirë, jo mos i shani, jo çfarë bëni kështu. Biles portali Jeta është qef, i cili ishte i pari që e bëri publike këtë video. Kjo video u botua më duket nga një prind që ishte shqetësuar, po me sa diun e mori portali Jeta është qef, dhe ata tani janë duke i bë presione këtij portali, biles ka patur edhe aludime sikur ka dizinformacion, sikur është Irani që po e bën këtë fushat etj. Po jo, kjo është fytyra e vërtetë e Mekut. Domethënë kjo është që Meku bën, por shumica e shqiptarëve nuk arrin që ta kuptojë aktivitetin e tyre rekrutues, shantazues dhe disinformues në Shqipëri. Situata në lindjen e mesme duket se nuk po ka qetësi edhe pas po themi thirrjeve për një marrëveshje paqeje, edhe pse Donald Trump theksoi se do ketë një takim në Islamabad, një raund të dytë bisedimesh, Irani ka vendosur që të mos ndodhë një gjë e tillë, të paktën deri tani. Për të folur se çfarë po ndodh realisht në linjën e mesme dhe si duket situata aty, kam të ftuar në një lidhje direkte Olsi Yazexhin, historian. Olsi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Olsi, si po shkon lufta e para, lufta në paqe, se për momentin nuk ka luftime, po a do kemi një raund të dytë bisedimesh dhe ku ka ngecur, po themi, dakordësia për të pasur një raund të dytë bisedimesh? Me shumë probabilitet nuk do kemi raund të dytë bisedimesh. Ditën e mërkurë, domethënë nesër, është dita e fundit e armpushimit ndërmjet Iranit, SBA-s dhe Izraelit. Iranianët nuk po pranojnë diktatin e amerikanëve. Presidenti Trump u kërkoi javën e kaluar iranianëve që të hapnin kanalin e Hormuzit. Ata e hapën kanalin e Hormuzit për 24 orë, ku lejuan çfarëdo lloj anijesh që të kalonin, por asaj që quhet goodwill apo bonsensit të iranianëve, amerikanët ju përgjigjen duke bllokuar vetë kanalin e Hormuzit, duke çuar luftanijet e tyre në detin e Omanit. Dhe përveç kësaj, përpara 3-4 ditësh, amerikanët edhe rrëmbyen një anije mallrash iraniane që po vinte nga Kina, dhe ky fakt i ka agravuar marrëdhëniet ndërmjet Iranit dhe amerikanëve. Kur nisën bisedimet përpara 2 javësh, iranianët i dhanë amerikanëve një plan me 10 pika, ku në këtë plan ishte zotimi amerikanëve që Irani nuk do goditej më,
ndalimi i luftës në të gjitha frontet, që Amerikanët dhe Izraelitët nuk e kanë bërë. Izraeli vazhdon që të bombardojë Libanin edhe Gazën, Palestinën. Ishte që Amerikanët duhet të lëshonin parat që i kanë bllokuar iranianëve nëpër bankat e tyre. Heqja e sanksioneve, pagim dëmshpërblimesh etj. Amerikanët nuk kanë përmbushur asnjë nga këto pika, po për ndryshe çfarë bën ata përpara 3 ditësh, duke rrëmbyer një anije tregtare mallrash iraniane. Ky është një akt piraterie detare dhe amerikanët në vend që të ulnin tensionet i kanë përshkallëzuar ato edhe më tej dhe nga pala iraniane në këto momente thuhet që ata nuk do të marrin pjesë në bisedimet e Islamabadit që presupozohej të mbaheshin sot. Po si çfarë ndodh nëse nuk do ketë bisedime dhe Trumpi ka bërë një ultimatum ku ka theksuar që nëse s'do ketë, po themi, raund të dytë bisedimesh ose marrëveshje paqe, atëherë do fillojnë përsëri bombardime. Iranianët janë të gatshëm për rifillimin e luftës. Iranianët thonë që pikë pari nuk ishim ne që kërkuam armpushim. Armpushimin e kërkuan amerikanët, duke futur pakistanezët, Omanin, Turqinë që t'i kërkonin iranianëve për armpushim. Në Iran debati politik është ndarë në 2 pjesë. Njëri është grupi reformatorëve, të cilët kanë edhe presidentin të janë në pushtet dhe që besonin që duke i dhënë koncesione amerikanëve ndoshta do ta zbusin Trumpin. Dhe grupi tjetër, partia tjetër është partia e Gardës Revolucionare, e ish ministrit të mbrojtjes që tani është komandant i Gardës Ahmed Vahidi, ku Garda Revolucionare beson që mënyra më e mirë për të përballur me Amerikën është luftë. Nga që iranianët kanë parë si në rastin e luftës në Afganistan apo edhe luftra të tjera, amerikanët tërhiqen vetëm kur shohin që nuk e mundin dot kundërshtarin e tyre. Në fakt për momentin ka pasur disa, le të themi, aludime se lideri i ri suprem i Iranit nuk ka mundësi për të komunikuar në mënyrë të drejtë për drejtë me popullin e vet apo edhe me, le të themi, udhëheqësit e tjerë të Iranit. A kemi dieni se çfarë ka ndodhur me Moshtaba Khamenei? Nëpër media perëndimore ka lloj-lloj thashëthemesh që hidhen për Iranin, sikur thonin amerikanët gjatë 40 ditëve luftë që ne kemi shkatruar flotën e Iranit, kemi shkatruar aviacionin e Iranit, kemi shkatruar ushtrinë e Iranit, por iranianët i kanë treguar gjithmonë që gjitha këto thashëtheme nuk qëndrojnë. Presidenti Trump pretendonte se ka shkatruar aviacionin iranian. Iranianët në ditët e fundit kanë nxjerr avionët e tyre, kur erdhi delegacioni i tyre nga Pakistani, që u shoqërua edhe nga avion F-16 pakistanez, ku shkuan edhe këta avionët Phantom iranian që të ruanin delegacionin nga që kishin frikë mos i godiste Izraeli. E duhet them edhe këtu thashëthemi që hapen për Hoxhën Suprem, për Imam Moshtaba Khamenei, janë thashëthemi që nuk kanë ndonjë bazë. Tani nga pala iraniane, ata thonë që Imam Moshtabai është shëndosh e mirë, por iranianët e pan se si me rastin e Imam Ali Khameneit, Izraeli sapo arriti që ta identifikonte se ku qëndronte Imam Aliu, shkuan dhe e vranë. Gjatë luftës 40 ditore, amerikanët dhe izraelitët vranë shumë udhëheqës të Iranit, që nga kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare Ali Larijani,
Dhe unë mendoj që iranianët me qëllim nuk tregojnë se çfarë bëhet me Imam Boshtaban, ai që ndron i fshehur, ka që iranianët kanë frikë se nëse ai del, Izraeli dhe amerikanët do i gjejnë lokacionin dhe do ta vrasin. Mendoj që fshehja e tij nuk ka të bëjë me arsye mjekësore, po më shumë ka të bëjë me arsye strategjike. Si ka pasur mjaft tensione mes Turqisë dhe Izraelit, madje deri aty sa është folur edhe për një luftë të mundshme mes dy vendeve. Si shikoni këto tensione dhe a ka gjasaj që po themi Turqia të përfshihet në luftë? Tensionet ndërmjet Turqisë dhe Izraelit nuk janë të reja, ato janë të vjetra, sidomos gjatë kohës së gjenocidit në Gazë. Ne kemi patur presidentin Erdogan dhe politikën turke që u lërinin kundër krimeve që bënte Izraeli, por ekuacionet e pushtetit ndryshuan në dhjetor të vitit 2024, kur Turqia në bashkëpunim me CIA dhe Rusin rrëzuan nga pushteti presidentin Bashar al-Assad. Ja ky moment Turqia u kthye në një vend fshim me Izraelin, nga që janë turqit ata që e kontrollojnë Damaskun. Dhe atëherë në dhjetor 2024, kryeministri Benjamin Netanyahu mblodhi komisionin Nagel, i cili erdhi në konkluzion që armiku i radhës i Izraelit është Turqia. Benjamin Netanyahu deklaroi në një fjalim që mbajti për disa politikbërës Izraelit në janar të këtij viti, 2026, ku ai thoshte që ne kemi dy luftra. Luftën e parë që po e fitojmë me Boshtin Shit, të cilin e kemi plagosur. E kishte fjalën pas sulmeve që kishin bërë kundër Iranit gjatë luftës 12 ditore në qershor të 2025-s, dhe Izraeli po planifikonte që të bënte luftë të re. Dhe aty Netanyahu tha, përveç saj tha, kemi edhe luftë me Boshtin Sunit, të udhëhequr nga vllazëria myslimane. Dhe ky Bosht Sunit në kupton Turqinë. Dhe turqit e kanë shumë të qartë që në një moment që Irani do të bjerë dhe do të shkatërrohet, atëherë Izraeli do bombardoj jo vetëm Turqinë në Siri, prezentën e saj, por do bombardoj edhe Ankaran. Joe Kent, ish drejtori i qendrës antiterrorizmit në SBA, deklaroi përpara 2 javësh që projekti i Izraelit është që ta detyrojë Trumpin ta nxjerrë SBA-n nga NATO, dhe pasi SBA-ja të dalë nga NATO, ata atëherë do fillojnë dhe të godasin Turqinë. Nxjerrja e SBA-s nga NATO do bëhet me qëllim që amerikanët mos kenë më obligime legale ndaj Turqisë për ta ndihmuar atë, por thjesht Turqia do shpallet shtet armik, shtet terrorist, ashtu sikur është shpallur Irani tani, apo sikur është shpallur Iraku, Siria, Libia, Sudani, Somalia, Libani në të kaluarën. Pra, për izraelitët dhe për zionistët është e qartë që nëse ata një ditë do arrijnë që do mundin këtë koalicionin e shiitëve, më pas ata do të shkatrojnë edhe Turqinë. Në një luftë të mundshme mes Turqisë dhe Izraelit, si shikoni forcat ushtarake, qoftë edhe po themi në luftime duke përfshirë dhe vende të tjera që ndoshta Izraeli mund të bëhet me amerikanët? Unë besoj që Turqia është më pak e përgatitur për një luftë se Irani. Dhe kjo vjen për disa arsye. Arsye e parë ka të bëjë me faktin që Turqia nuk ka raketa dhe dron në masë sikur ka Irani. Në të dytën, ekonomia turke është një ekonomi e ekspozuar ndaj perëndimit,
Domethënë Turqia nuk është vend sikur Irani që e financon bine time naft. Turqia është e varur nga turizmi, nga bujqësia, nga industria dhe këto mallra Turqia i shet në perëndim. Dhe mendoj që një luftë turko-izrael do të jetë shkatare për Turqinë dhe amerikanët futen në këtë luftë. Dhe për faktin e thjesht se amerikanët dhe izraelitët e njohin Turqinë shumë mirë, ata dinë pikat e saj të dobta dhe ku ta godasin.